Përgatisim së bashku një pije natyrale me efekt dobësimi, sidomos në zonën e parë. Duhet një kokor kivi. Pasi e kemi pastruar, do ta grim imët në rende, ose nëse keni blender akoma edhe më mirë. Do të na duhet dhe një majluge me ginger të freskët, gjithashtu të bluar imët. Do t'i shtojmë këta përbërës në një got dhe është një pije që këshillohet të pihet esur ose 30 minuta para gjumit. Duhet ta pini për gjatë 7 ditëve. Gjithashtu në këtë pije për më shumë efekt do të shtojmë edhe lëngun e një gjysmë limoni. Pasi kemi shtuar të gjitha përbërës, pjesën tjetër të gotës do ta mbushim me ujë. Dërgoja këtë videon edhe shoqes të cilës i duhet një pije e tillë. Faleminderit që më ndiqni, shikohemi në një tjetër video.